Pala ndërkombëtare, unë kam qenë dëshmitar në disa situata që i kanë nxit vetë trazirat. Do të thotë, çfarë forme? Nuk po them patjetër ashtu për masave shumë të mëdha, po me deklarimet e tyre, me takimet e tyre kanë inkuraju eksponent të listës serbe ose të lidhur me listën serbe, që nuk kuptohet lidhur me regjimin e Beogradit, që të bëjnë trazira. Tani për kjo është një akuzë shumë e rëndë. Për cilë faktor ndërkombëtar, për cilë zyrtar po flasim dhe çfarë forme kanë nxitur ata, sepse kam parasysh tashti për shkak se mund të problematizohet ndonjë deklaratë imja derisa jam pjesë e qeverisë në detyrë, por nuk është hera e parë që kam thënë një gjë të tillë dhe edhe vetë jam ballafaqur me situatat për çka po flasim, do të thotë me trazira, me tensionet. Për çfarë zyrtar, të çfarë nivelit po flasim tani? Po diplomat ndërkombëtar, përfaqësues të institucioneve ndërkombëtare, unë kam përmend edhe zotëri Arav, do thotë shefi misionit të BE-s në Kosovë. Kam përmend vitin e kaluar që ka qenë nxehtësi si njerëz prej këtyre trazirave. Në çfarë forme, me çfarë deklarata? Unë mendoj që të gjithë, e sidomos bashkia ndërkombëtare, nëse janë serioz për shtensionim ose për largim të mundësisë për tensionimet të situatës Kosovë, atëherë do duhej që të ndërtonin raporte më të afërta dhe partneritet me qytetarët serb të cilët janë të interesuar të jetojnë jetë normale në Kosovë, të cilët kanë dëshmuar se do të janë të gatshëm për me u integru, dhe shumë prej tyre edhe kanë rrezikuar dhe jetën për këtë qëndrim racional që e kanë. Dhe në vend të inkurajimit të kësaj pjesë të qytetarëve serb, ne kemi parë shpesh që eksponent nga pala ndërkombëtare shkojnë dhe i faktorizojnë personat cilët në vazhdimsi nxisin trazira, marrin pjesë trazira deri në si për shembull, kanë prej personave kanë takuar dhe kanë nxitur reagime të tilla, për shkak se është akuzë shumë e rëndë të akuzohet shefi i zyrës Bashkimit Evropian Kosovë për qëndrime të tilla tani. Unë e kam statusin publik Facebook që e kam bërë për këtë vitin e kaluar. Dhe ka qenë pas atij incidenti ku në njën prej shumë vizitat mia, them ashtu rutinore që i kam bërë dhe i bëjt në pjesën veriore, u grumbulluan një pjesë aktivistëve politik të Vereut që njihen për sponsorim nga shteti serb dhe që njihen me atë arrogancën me cilën i sfidojnë institucionet e Kosovës dhe bën një tollovi atë. Pasi që përfundoi e tëra, e pash në rrjetet sociale që disa minuta ose ndoshta pak orë para asaj tollovie, të njëjtit kishin qenë takim me këtë zotërion që e kam apostrofu. Edhe kjo është veç një prej shembujve. Dhe mendoj që qëndrime të tilla, pra çësje të tilla nga cili do akter ndërkombëtar që vjen në Kosovë, nuk i kontribuojnë shuarjes së tensioneve, mbajtjes së paqes sociale. Po, megjithatë zyrtarët ndërkombëtar